Për 10 sekonda do të kisha vdekur. Vajza shpëtohet mrekullisht nga zogu i saj. Gezke Tekçi shpëtoi për mrekulli nga ndërtesat e shkatëruara në tërmeti që ndodhi më 30 tetor në afërsi të rrethit Seferihsar të Izmirit. Ajo tha se ishte vetëm në shtëpi gjatë tërmetit dhe se jeta ju shpëtua fal zogut të saj të quajtur Luki. Shtëpia e saj ishte në katin e 5 të ndërtesës 7 kaçe. Ishin momente vërtet të vështira. Ishte si nëpër filma. Kjo është ajo që njerëzit nuk mund ta besojnë. Gjatë tërmetit mendova për zogun tim të dashur Luki. Shkova në dhomën tjetër dhe pata Lukin në kafazin e tij. Njerëzit nuk dinë çfarë të bëjnë kur kanë frikë, ndërsa po vrapoja, muret filluan të shemben. Kur zbrita në katin e tretë, ndërtesa u shkatërua plotësisht. Unë u kapa në mure. Kafazi i Lukit u shkatërua gjithashtu. Unë nuk mund të kthehesha atje ku isha. Mendova se Luki kishte vdekur, sepse zëri i tij nuk po dëgjohej. U përpoqja të shoh rreth meje. Thira nënën time dhe shërbimin e urgjencës 112, i thash nënës time dhe shërbimit të urgjencës 112 dhe më njoftuan për vendodhjen time. Ndërsa shikoja përreth me fener, pash se kishte një pjesë të hapur në buzë të shkallëve dhe pash dritë. Bëra një vend për të kaluar dhe dola në balkon më parë. Koka dhe hunda ishin të mbuluara me gjak. Nuk ndjeva asnjë dhimbje. Pastaj u hodha nga balkoni dhe u hoqa nga mbeturinat. Nëse nuk do të ishin 10 sekonda, unë do të kisha zbritur në një kat dhe nuk do të kisha mundësi të dilja mbase do të vdisja, tha ajo.